aftësi. Se jam këtu, malisi, ishi liri, ku nga një det në tjetrin det. U rikthyem sërish me Niko Ferron, historian, arkeolog dhe ulëmtues i kulturës dhe traditës muzikare, me të cilin jemi duke diskutuar mbi rëndësinë që ka ndërgjegjësimi të rinjve dhe për vlerat e trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lushnjë. Është një mini projekt që realizon Horizont EU, mundësuar me mbështetjen financiare të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit MEKI. Niko, me të drejtë ngritet shqetësimin për mua është alarm që ruajtja e elementeve thelbësor në gjithë simbolet tona, qoftë veshje popullore, qoftë në kombëtare, ka nevojë të ngrihet me një alarm, do të thoshon. Jemi në alert, sepse shumë prej tyre humbasen dhe të raste konkrete. Cila do ishte mënyra më e mirë që të bëjmë një herë azi dhe ruajtjen e këtyre vlerave të autenticitetit, por nga ana tjetër dhe të traditë, të kulturë, të mund ta përcjellim ndër breza. Të rinjt sot e vesh një kostum popullor në një dasëm, në një dhe thjesht e shikojnë si një kostum popullor dhe nuk dinë që janë element përbërës. Se jo të gjithë kanë aftësinë për të njohur dhe të dalluar ato. Ju si njohësi mirë, çfarë do rekomandonit për institucionet dhe për ruajtjen e kësaj? Edhe i kostumi popullor që veshim, të jemi të vetëdijshëm edhe të ndërgjegjshëm. Edhe kur e veshim me xhinse, donjëherë me atlete, por nuk është ky kostumi. Tani o vishet. Ta nuk e veshim të plot. Po vishet të plot siç është. Ose deformime, jo fustanell po poturre. Kemi fustanellën. Kjo është autoktone tipike shqiptare. Do t'ju jap dhe një detaj të vogël se ku është frymëzuar skulptori, me që kemi dhe edin të tillë, në bërjen e ambonit në manastirin e Ardenicës. Ku është amboni? Është ajo pjesa prej druri ku hipën shërbesa. Shërben edhe për ndonjë për të folur, pjesa e ka nëse ke parasysh. Jo vetëm për klerikët, kjo mund të përdoret edhe për raste të tjera. Për të gjithë. Po kryesisht për klerikët. Nuk merrem shumë me ambonin, po merrem me pjesën fundore që është në ambonin që ruhet në manastirin e Ardenicës. Po. Ai i ashtu quajtur njeriu i ambonit. Është një njeri. Kur është bërë amboni, jemi në shekullin e 18. Është gdhendur bukur me fustanell. Një të tillë e kam gjetur edhe në muzeun e Fierit, që nuk e dini çfarë ishte. Por thonë, kush e di për çfarë kanë përdorur. Në fakt është quhet njeriu i ambonit. Ruhet i veshur me fustanell, dallohet edhe pak po mund të quaj pjesa e këmishës, ruhet disi. Me mend të gjëra dhe të lëshuara. Me të gjëra të lëshuara siç e kanë ata. Me pala. Edhe ndoshta dhe takia. Pra, shikoj dy elementë veçantë. Kemi një gdhëndje drurit të shekullit 18, kemi një fotografi të vitit 1900. Pra të gjitha këto ti mbledhim, ti ruajmë. E ti themi të rinjve, ne nuk jemi kundra nëse ju do të visheni kështu. Por ama nëse ju doni të bëni një figurë të bukur, një dasëm të paharruar, duhet vishesh ashtu siç e ka hije. Me të gjithë elementet. Me të gjithë elementet. Deri te kopingat. Edhe me këpucë, edhe me xhinse, nuk është ajo jona. Opinga mbanin muzikantët dikur me një gjufk në majë apo pa gjufk? Varet nga kërkesat. Unë kam hasur me të dyja, dhe me gjufk të kuqe rremët, edhe pa gjufk përpara. Të gjitha të bëra me dorë, nga mjeshtrat të kohës. Lëkur shumë e mirë ishte. Mund të bëhet edhe sot. Pra nuk është e vështirë për të realizuar. Qëllimi i bisedës mendoj nga pikpamja ime është ta ruajmë, po edhe ta forcojmë te breziri. Te breziri vetëm në shkolla do ta mësoj këtë gjë. Por nëse shkollat marrin këto kostume të dhuruara, nuk e di nga kush, por edhe nga dashamirës, por nëse ato nuk ruajnë element, si do ta mësoj që kjo është autentike? Si do ta ruaj ta përcjell? Nuk jam kundër që ajo mund të prodhohet edhe jashtë, por të ruhet duke ndjekur ato tipare dalluese, veçuese që i kemi, që dëshmojnë qysh nga antikiteti vonë dëshmohet kjo veshja e popullore e shqiptarëve. Nuk e dhe më e vjetër, siç mbrojtëm xhubletën 4000 vjeçare. Patjetër, edhe kjo është interesante. Por këto që kemi ne vendase me këtë, mund të jenë përdorur qysh në periudhën qytetare lire. E kam fjalën për fustanellën. Niko, dhe vetëm ne e ruajmë të plot, që është deri në gjuhë. Dhe ato kinde që më the,
që më pyete pak më herë çfarë simbolizojnë ato. Po pikërisht sepse Po, përgjigja është shumë interesante dhe duhet ta ndaj me dhe dëgjuesin. mua më tërhoqi vëmendjen në një bisedë që kam bërë në 2010 me një banor në zonën e Fjesheganit, edhe rastësisht sepse i pyes të gjithë. Kur sa herë që vetë për ndonjë kërkim historik, arkeologjik, pyes dëshmit, çfarë kanë thënë. Dhe më kanë thënë që, ore, ne këto palët, ne mendojmë se ato janë ato betejat e parnumërta që ne kemi bërë me turqit. Shkon ti argument? Më mjaftoi për të ngacmuar, se sa e vërtet mund të jetë unë. E di, unë po e marr siç e dëgjova dhe po e sjell. Për mua është e rëndësishme, edhe në mos qoftë kështu. Prapë ne nuk e vërtetojmë dot. Por që të Po ruhet. diferencimin në shtresat shoqërore mund të ketë si Kjo po, si synim? kjo ka qenë, tek të varfrit palët ishin më pak. Te pasanikët palët shkonin edhe 500. Pra kjo tregonte edhe nivelin që kishin në shoqëri, Tregonte edhe sa do të potencën e tij qoftë nga ana potencën e tij. ekonomike, nga ana shoqërore. Niko, juve keni një pasuri të madhe në kuptimin edhe jeni shumë i kujdesshëm kur publikoni gjëra dhe gjetjet tuaja. Është një listë e gjatë gjërash, por referuar para se të përgatisë një material në cilin do t'i referohesha bisedës me juve, nuk është një bisedë lehtë, kur ke një profesionist të nivelit tuaj, do të jesh i kujdesshëm në bërjen e pyetjeve dhe unë jam përpjekur ta realizoj se sa do ta tregoni ju në fund bisedës dhe dëgjuesit që na ndjekin në rrjetet sociale dhe në radio live. Ka pa vetëm 3 element. Kohët e fundit ju keni bërë disa publikime, sa më i fundit është në Kashare, kishit publikuar ditë një gjetje që unë ishte era e parë që dëgjoja, që është shumë afër. Je fjalën për urën. Për urën. Elemente të tjerë që ne kemi patur më parë indicio, Është shekullit 12-13, kemi 800 vjeçare. pra edhe shumë elemente të tjerë që janë në tremën tonë dhe unë bëra një lidhje shumë të shkurtër duke u kapur në 3 element dhe duke shtuar disa të tjerë në atë të përgjithshme për të na kuptuar lehtësisht edhe ata që janë profesionistë të fushës ose kanë njohje të limituara pa dashur të fyem askënd. Imi qyteti, Bashkia e Lushnjë, vetëm duke referuar bashkisë ku ka vënë kuror heroin kombëtar. Dhe sa po përmend një element, Gjergj Kaçoti Skënderbeu në Ardenis ka vënë kuror. Imi qyteti që kemi bërë kongresin e Lushnjës. Një ngjarje nga më të rëndësishmet politike dhe ku ka marrë drejtim organizimi i shtetit shqiptar. Kemi krijimin e institucioneve të para që janë akoma edhe sot, parlamenti dhe kryeqyteti i uni dashur. Kemi Vaçezelën, Kongresin arsimor. nuk hyra gjatë, pra këtë pjesë e përmenda vetëm me kongresin e Lushnjës. Pastaj lista është shumë e gjatë, nga një periudhë në tjetër ka shumë elemente të tjera brenda. Po vi pak më vonë në zhvillime në kohën e diktaturës të komunizmit, që prodhuam një artiste me famë dhe me emër të cilin nuk po dim si ta kthejmë në përfitim këtë emër kaq të madh dhe emër të tjerë. Pra, mos duhet të krijojmë një grup pune apo të sjellim disa njerëz profesionistë që të këto element 3 përmenda unë, po duke shtuar më pas edhe mjaft institucionet e internimit, ka pas qendra internimi Lushnja pafund. Këto t'i kthejmë në muze të paktën në sabër dhe gjaz që janë lehtësisht aksesueshme, po pa dashur të fyej asnjë nga të tjerët, se kjo listë është e diskutueshme dhe mbetet e hapur. Përse duhet ndaloj turistin Lushnjë, të lutem? Më thuaj ti mua, unë jam një guid dhe dua që qytetin tim ku jam lindër e rritur ta sjell sa më shumë në vëmendjet e turistëve vendase të huaj. Por si mund ta bëj këtë kur nuk kam suportin e dur, pra nuk këto janë në mendjen time, po si t'u sjell atyre që këtë që unë mendoj. Si mendoni që mund bëhet një gjë e tillë? Po shumë të tjerave që ju keni në mendjen dhe në listën tuaj të subjekteve dhe objekteve. Bashkia ka hapur para një viti, është promovuar ky sajti i ri, që është Lushnja Explore. Është në anglisht Lushnjë, është dhe shqip dhe anglisht. Aty janë vendosur pikat kyçe se çfarë ofron Bashkia e Lushnjës për vizitorët e huaj, për vizitorë që janë të interesuar për natyrën, për ecjen, për ata që kanë dëshirë të njihen me kishat, sepse edhe Lushnja ka një numër shumë të madh, që nuk i përmendet, prandaj thash kërkoj ndjesë se ka shumë element. Po, Manasinë e Ardenicës, por edhe qyteti. Qyteti duhet ta themi ka vetëm 2, që është Kongresi i Lushnjës dhe Muzeu Historik.
themi ne që mund pasurohet, patjetër që mund pasurohet. Do ishte një mrekulli nëse familjarët e atyre që sot kanë shtëpinë e Vaçezelës të shpallësh muze. Do ishte një plus, megjithëse e përmendet, për ta rikthyer dhe Pikërisht se parasysh që përmenda. Për ta rikthyer. Gjithashtu, jo vetëm atë, por edhe për ata persona që kanë vuajtur. Sot në Lushe ne kemi një monument, është në hyrje të qytetit. Te kthesa e spitalit që është simboli i qendresës, është dhe një tjetër monument po në Savër. Por prap ato janë shumë pak, sepse mjafton një shikim edhe vet interesi. Në rast se do të kemi edhe ndonjë muze tjetër nga Savra, një banesë për shembull të kohës, a mund ta bëjmë muze? Po mund të bëhet kjo do të varet i memorjes. Patjetër, kjo duhet të bëhet në bashkëpunim edhe me privatin. Sepse ato shtëpi nuk i merr dot sot, sepse ato janë pronë e atyre të vuajtësve që janë munduar, kanë kaluar një jetë me peripeci aty. Nëse u thuhet qëllimi për cilin merren, jam i sigurt që ata do të jenë bashkëpunues dhe sot mendoj që ka pasur problem për para një kërkesë, por duhet bërë edhe në bashkëpunim. Jemi patjetër të ndërgjegjshëm, duhet bërë në bashkëpunim. Gjëra serioze bën në bashkëpunim. Sot në Savër është ende një familje që ka një shtëpi të ruajtur siç ka qenë atko. Ajo familje ka vuajtur, domethënë, sepse kanë qenë të persekutuar në kampet e detyruar të punës dhe ata e kanë ruajtur ashtu siç është. Mjafton që ajo shtëpi të merrej dhe të jepi një shtëpi tjetër në një apartament të gjitho pallate që janë të përfunduar por që janë ende bosh. Dhe në bashkëpunim me bashkinë do ishte shumë e veçantë që ne të kishim edhe një pikë tjetër në Savër, se ne kemi edhe një automjet që ikën dhe vjen, është dhe një autobus. Sot që po flasim kisha 4 turistë italianë. Dhe fiks më bën këtë pyetje. Përveç këtyre muzeve, çfarë ka një gjë tjetër që ne mund ta vizitojmë, sepse jemi këtu 3 ditë. I sugjerova Manastirin e Ardenicës, edhe më thanë, po për komunizmin çfarë keni? Ishin vetë të interesuar për komunizmin. I thash që kemi një shtëpi kështu, vendosur në Savër. Morën shoferin e tyre, një taksigji që ishte këtu në Lushe, unë nuk e di nëse ai do i ketë shpjeguar si ka qenë. Dhe i adresova në çfarë vendi ndodheshin barakët për ta parë. Ato do ishte mirë që të shpalleshin në muze. Nuk besoj që edhe ata vuajtësit që aty që i kanë pronë të tyre, për i të vërtetur nuk jam që t'i merren me forcë. Po s'ka kuptim sot, s'ka kuptim, por t'i blihet me vlerën e tregut dhe me vlerën që ai mendon. Ato duhen shpallur muze. Për t'i treguar edhe atë pjesë të medaljes se shiko, kanë qenë dhe kështu, po ka dhe shumë që kanë vuajtur. Ka pas dhe persona që kanë kaluar. Komunizmi këtu ka qenë jashtëzakonisht i egër dhe një vend kaq i egër në komunizëm mos ketë simbole për treguar egërsinë e tij, nuk ka kuptim. Gjerasin të kujtoj edhe gjyshrit e mi. Dhe gjyshrit e mi kanë vuajtur. Pra aq kohë sa kanë vuajtur, po të tutet të mitet të gjithë atyre që kanë vuajtur bashkë. Të gjithë kanë qenë. Unë nuk jam që ato të shkatërrohen, unë them që ato të ruhen, por t'i bëjnë dhe muze, t'jenë të vizitueshme. Ndërsa ekziston automjeti për të vajtur dhe për të ardhur, ta shtojmë dhe këtë pikë. Fundja turizëm është. Pikërisht në funksion turizmit dhe të rritjes së të ardhurave ekonomike. Sepse ai që do shkojë aty dhe ai do pi diçka, dhe ai do qëndrojë 2 minuta, të vizitojë, shikojë. Po do të paguajë një biletë simbolike. Edhe një biletë simbolike. Patjetër. Sepse kështu funksionon. Pra ju jeni mendimit që ne mund të organizojmë një paketë të mirë për t'i kënaqur ata që duan zgjidhin Lushnjën si destinacion. Unë do të thoja që në bashkinë Lushnjës ka unë jo 3 persona që kanë bërë në shtëpitë e tyre muze të bukur, të mirëfillt. Do ta lëm këtë pas publicitetit? Po. T'japim më shumë vëmendje dhe t'i falenderojmë.